Dhe natyrisht që do të jetë një numër i konsiderueshëm dhe rritje maksimalizimi i votës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe natyrisht rritje signifikante e kësaj partie. Cila është përqindja që i pritni me bashkimin? Se tash e pom, Zoti Kurti tha do të përsëritet rezultati, Adnan Rustemi tha vetëm 60%, Orber Rexha aludon prapë të 60%. A do të arrini, sa do të arrini të riktheni votat, cilat i keni qenë vendosje të riktheni atje, edhe cili është synimi që e synoni ju si mbështetës të Vjosës, që po riktheni prapë në shtëpinë juaj të vjetër, cili është synimi i përqindjes që e pritni së bashku tash mbi drejtuana si LDK, edhe pse s'është bë marrëveshja zyrtarisht, cila është përqindja që e pritni zgjedhjet e 7 qershorit? E rëndësishme është që tani më me aktivizimin, me angazhimin e Vjosa Osmanit në skenën politike, partijake, e tërë skena politike në Kosovë do të stabilizohet. Jam i bindur që këto diferenca të mëdha mes partisë së parë dhe partive tjera do të zvogëlohen, do të jenë më minimale dhe mund të shpreh në mendim timin personal që unë pres që me LDK tani më të marrin rreth 30%.